mëngjesi, mirë se vini në program. Është 9:11 minuta në këtë çast. Bledi Strakosha, gazetari i njohur, është në studio me ne. Do të flasim në këtë pjesë të emisionit për Big Brother VIP 5. Dje kishin Prime-in e dytë të këtij edicionit të Big Brotherit. E pam edhe 4 hyrje të reja. Tani janë bërë 18 banor brenda shtëpisë, po kush rrezikon të eliminohet i pari? Flasim me Bledin sot në mëngjes se si e ka parë fillimin, po themi jemi ende në nisje. Bledi e para, mirëmëngjes, mirë se ka ardhur. Mirë se ju gjej dhe gëzoj që keni bërë zgjedhjen e partneres në ekran, se ishte një periudhë që dhe ju si gjithë ne të tjerë tentuat ishim në Big Brother. Ishim në Big Brother. Faleminderit. Ishte por edhe zgjedhje e mirë. Faleminderit shumë. Kjo është e vërtet. Edhe më bëre shumë mirë që e them. Hemi, të kam thënë. Kam thënë. Po di unë çfarë zgjedh. Po dyshim, po dhe po mos di ti do të ndihmonte topi. Patjetër, ishte një zgjedhje e përbashkët edhe pas një kthim koke pas për ta rimenduar. Tani, si e ke parë këta njerëzit që hyn të shtunën në Big Brother? Mirin njëja unë më mirë nga të tjerët, se jemi dhe një mosh, kam përshtypjen të tre ne. Absolutisht. Jemi një mosh, jemi një brez, një vit lindje. Stinen, patjetër, Loren që është Loren pëlqen shumë gocë simpatike, por e talentuar, është e brisht, shumë e sjellshme, të paktën në ato pak kontakte që un kam patur me të, ka ardhur disa në studio, edhe këngëtare shumë e mirë me atë zërin aq unik atje. Ilir Vrenozi, shpërthyes, i dashur, me thënë të drejtën, edhe pse më është bërë më i dashur, se në ato kur shante me fisën e farë, domethënë, ishte kështu, okay, thosha unë i lezetshëm, por tani më është bërë më i ngrohtë. Megjithatë unë jam pak skeptik te këta personazhet e rrjeteve sociale, se në përgjithësi mendoj që janë personazhe që funksionojnë tek ai 2-3 minutë ose 5 minutë i TikTokut, i Instagramit, dhe kur vjen puna, ky formati është 24 orë. Ska 30 sekonda këtu. Eksakt. Dhe veçanërisht njerëzit që kanë pak probleme me fjalorin e tyre për shkak të emocioneve të tepërta ose për shkak se janë më të zjarrt se ç'duhet, i shoh pak problematik në këto formate. Megjithatë nuk është rasti i Ilirit, pa diskutim, por në përgjithësi si parim unë jam skeptik te kjo pjesë. Nga ana tjetër në përgjithësi në Big Brother e kam thënë dhe herë të tjera këtu në Top Albania apo në formatet e tjera Top Channelit, un kam pritur që të shoh VIP-a siç e thot dhe titulli. Dhe kur themi VIP nuk themi një person të famshëm. Flasim për persona të cilët kanë dhënë kontribute përmes karrierës apo përmes mund të jetë dikush që ka shpikur një vaksinë dhe ka shpëtuar jetë. Këta janë njerëz realisht të rëndësishëm në jetën e kujtdo. Megjithatë, duke qenë që Top Channel ose Top Media është një institucion shumë i madh, gati imponues në audiencë për shkak të dimensionit që ka, pse jo ja lejon vetes që të marrë dhe njerëz të cilët ne nuk i njihnim deri dje, por që sot na bëhen shumë të dashur dhe mund t'i quajmë nesër dhe po themi VIP-a ose të famshëm. Po. Po sepse unë mendoj që jo për të se s'kam debat me ty për këtë. Në idenë që fjala VIP, nëse do ta zbërthejmë në very important person, përdoret më lirshëm se aq. Edhe ata që ne i quajmë rëndom VIP-at, ose VIP-a, nuk janë në VIP-a në kuptimin e parë të asaj fjale. Po njerëz publik, njerëz që kanë një aktivitet publik që popullor, celebrity mund të quash. Celebrity, me thënë drejtën, unë si njoh fare, derisa kanë hyrë, po fjala vjen Meritonin që unë tani e përshëndes, unë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë. Po pastaj Gjestin, as e kisha dëgjuar ndonjëherë që erdhi fitoi, se Luiza Ellin e njeh, se ka ngjitur me Luizi, po rasti Luizit për më fal se ndërpreva, po ne e njihnim se është brezi ynë, po kishte të rinj, 20 vjeçar që s'kishin dëgjuar kurrë për të. Po ja, kjo është bota që karrierë shumë të bukur. Sepse kjo është shenjë, Bledi, e tani jemi ndar, është fragmentarizuar vëmendja. Ka njerëz që unë si njoh që janë super të famshëm, e si njoh fare, dhe jo sepse s'kam dashur apo kam dashur snoboj, por thjesht nuk ka kohë të njohur se janë për shumë. Po, eksakt. Ka shumë personazhe. Provuam me papën, por nuk ishte i zën. Po çfarë si kimia është edhe ky problemi i produksionit, që ka shumë personazhe të cilët ftohen dhe refuzojnë, sepse një personazh VIP, po themi, ose i njohur që ka një karrierë, ka çfarë humb nëse futet në një format të këtij. Këtë doja të thoja. Është një personazh i panjohur, këtu vetëm fiton gjithsesi, edhe sikur të bëj bruta figura, domethënë. Po, unë mendoj që mua më pëlqen përzgjedhja që bëjnë, sepse përzgjedhja nuk bazohet
shumë te VIP-llëku, por tek sa interesant është një personazh. Aty nuk duhet të sjellin dinamika, duhet të sjellin lojë, duhet të sjellin historira interesante. Megjithatë ka diçka që ti e di më mirë se sa unë dhe Blendi që s'kemi qenë ndonjëherë në Big Brother dhe nuk do jemi ndonjëherë. Never say never, por nuk bëhet. Blendi është shtatorin tjetër. Që aty ka një tru që është produksioni ose Top Channel-i. Dhe do ti t'jesh interesante apo të bësh lojra, ka intriga se kështu është formati. Ka intriga të cilat ty të nxisin, siç është për shembull dhe nominimi apo eliminimi, tethet e eliminimit. Intriga Intriga në kuptimin e keq, në thonjë se gjithmonë. Vllai i madh dinamika po themi. Do bëj gjëra që ti të dalësh në pam, po. Jo, nuk ndodh kjo. Vërtet? Jo. Do më thënë, realisht nuk ndodh. Unë e di çfarë mendoj që Big Brother i mund të bëhet edhe me telefona në dorë. Ta them nga shpirti këtë. Edhe me gjithë gjithë kishim informacionet në dorë, po njësoj është rezultati, sepse personat nuk lidhen me energjinë që t'i jep, me mënyrën se si ti e përcjell mirësinë ose antipatinë. Prandaj kur kalojnë disa javë, publiku e kupton shumë shpejt qëllimin tënd, edhe prandaj justifikon edhe gafat e personazhit që jep energji të mirë. E kuptoj. Në fakt, nuk japësh të gjitha informacionet, rezultati nëse ti antipatia përcillet dhe mirësia përcillet. Okej. Është mirë, nuk po them që të personalizon produksionin. Por jo, më besoj që është thjesht të ndihmon ndonjë lojë, është suport, ndoshta ndonjëherë të ndihmon edhe të kuptosh gjërat më qartë. Por jo, është gjithë natyrale. Nisi me një provokim nëse mund ta vendos në thonjza atë me Kristin, cili t'u dha detyra për të ndarë shtretrit. Edhe mendoj që ç'mendove ti se u bë e madhe pastaj. Po jo më mirë ndauaj se s'bërë ndonjë gjë, nuk e kuptova pse u bë që e madhe. Më mendoj që edhe ata e shfrytzuan. Sigurisht. Domethënë e para Selin që bëri të ofenduarën, po. Edhe Ilir Vrenozi, i cili unë nuk e di se si udhton me avion, me autobus, po ta ulin ngjitur me një burr atë. Domethënë, ai do kështu. Vetëm e them, po që mendoj që edhe Iliri enkas e egzagjeroi atë veta pa gjumë edhe. Shikoj, edhe ditën e parë nuk ka dinamika, njerëzit nuk njihen me njëri tjetrin, nuk ka sherrë akoma, është si puna martesës, ajo pjesa mjaltit. Po. Edhe duhet që të ketë kështu ngacmime ndoshta që tingëllojnë jo shumë interesante ose të parëndësishme, po që gjithsesi të dhurojnë kënaqësi kur ti e sheh të paktën si teleshikues, ata mund ta vuajnë këtë pjesën që Iliri mund ta vuajë vërtet që s'flet dot me një burr. Pavarësisht se kuptoj pse i shkon mendja kur i thua flu me një burr, pse i shkon mendja që duhet bëj një gjë me një burr, s'ka lidhje. Duhet të thjesht do flesh. Ja, sfidat, kjo është sfida me vogël, ne Alinin pa gjumë, sa mirë do ishte ti ishte vetëm ai problemi. Do presim, ne prandaj e shohim çdo të martë çdo të shtunë se duam këto sfidat që do vinë një ditë. Mua më pëlqeu shumë edhe mekanizmi i nominimeve. Ishte një mekanizëm interesant. Që prezantuam brëm, po. Po, që prezantuam brëm. Si loj fati ishte. Ishte një loj fati dhe një loj që i mban të angazhuar në debate, fut ato spicat, atë ankthin deri diku, filluan nominimet e para. Kush mendon se është më i rrezikuar? Nëse flasim vetëm për këto 4 emra të fundit që dolën, sepse në fakt 2 më të pak preferuar do të tërheqin dikë tjetër dhe më tej duhet të flasim për këto 4 që kemi tani në fokus. Seno, më duket e ka idealin nga Shkodra, mendoj që ai është më i rrezikuar, me thënë të drejtën. Nuk është që nuk më duket interesant, po nuk më duket më interesant se këta personazhet e tjerë të cilët janë në nominim. Lorna, dhe me që dolën të 4 dhe Selin, po. Selin më pëlqen shumë, nuk e njihet, them të drejtën, megjithëse ajo që nga balerinë dhe me nuk kisha dëgjuar, interpretim shumë e talentuar. Senon nuk e njoh, Kristin diçka, Lornën fare. Po Kristi më pëlqen. Është shumë ngacmues, është pak tipik blonjat, mistres blonjat. Po. Nga Llakatundi, por i këndshëm, i lezetshëm. Nga fshati Aurelës, siç e përmendi shumë. Kështu që këta të 4 janë në nominim. Njëri duhet të Seno, po. Nëse pa e ditur vazhdimin e dinamikës, pa e ditur, po nëse flasim për momentin, sepse më duket se pastaj do të kenë një dinamik tjetër që është brillante, për të mbajtur të angazhuar të gjithë dinamikat. Dhe për herë të parë në Big Brother VIP5 bën pjesë një person i verbër. Si është këtë vendim kaq të guximshëm në një format të tillë? Shikoj, mua më kanë pëlqyer gjithmonë njerëzit
të cilët e pranojnë jetën siç i vjen, se në fund të ditës ti nuk e ndryshon dot, ose shumë gjëra në jetën tënde nuk e ndryshon dot, dhe të mbetet vetëm ti pranosh dhe të vazhdosh jetën si kushdo tjetër. Me Stenaldo nuk kam bashkëpunuar, kam bërë një spot për Ministrinë e Turizmit që duhej në anglisht. Dhe më duhet dikush që fliste anglishtën perfekt. Dhe ishte rasti që Stenaldo duket sikur ishte një amerikan që jetonte në Shqipëri dhe t'i jepi një tekst në gjuhën native, domethënë në gjuhën mëm, edhe ai e lexonte në mënyrë fantastike. Ka qenë vetëm i bashkëpunim dhe më ka lënë mbresat jashtëzakonshme me korrektesën dhe pasionin. Është ideal shumë i mirë. Edhe unë e njoh personalisht. Atë reflekton, po e tha dhe Ledioni që ka bashkëpunuar këtu, ka qenë pjesë e Top Albania Radios për një kohë gjatë deri vonë, edhe po anglishtja e Stenaldos, unë e flas, po unë kam jetuar shumë vite andej, edhe ai mund ta riprodhoj një anglishte. Ndoshta shqisa e tij e dëgjimit është aq e fortë për shkak të mungesës së shikimit që e bën që ai të kapi nuancat e shumë bukur. Po përveç se flet shumë bukur anglishten, Stenaldo ka dhe një botë shumë të pasur, që se ka penguar mungesa edhe fjalor të pasur, mendime të kthjellta, të qarta dhe i guximshëm do thosha, por më pëlqeu edhe fakti që në asnjë moment nuk e pa veten si viktim në thonjza, ose si një person i cili duhet të favorizohet për shkak të një mangësie, nëse mund ta quajmë fizike që mund të ketë. Ledioni përmendi se Brikenanisi ti hapte kanaçen e ta ashtu edhe i tha ajo gjëja që Stenaldo urren më shumë ti. Në fakt askush nuk ka nevojë për mëshirë, pavarësisht nevojave që ka, dhe produksioni kishte bërë një gjë fantastike që kishte futur në shtëpi përpara se të fillonte të krijojë një hark mendore në mënyrë që të. Unë dua ta komplimentoj produksionin, vllajën e madh në këtë rast, sepse është edhe një për te interesantes që ai vet ka si personazh Stenaldo, e njerëzit do ta njohin ata që se njohin me kalimin e ditëve atje, por është edhe një mesazh shumë i mirë i gjithë përfshirjes, që kemi nevojë ta dëgjojmë, që të gjithë jemi pjesë e këtij vendi, e kësaj jete, e pse jo edhe pse e kësaj loje. Top Channel-i, do të thënë Big Brother-i në fakt më shumë se sa Top. Kjo ishte një herë e parë, po themi me një person me aftësi të kufizuar. Në këtë rast mungesën e shikimit, por që ai do ja dali i shkëlqyeshëm e do mendoj që ai këtë mund edhe na bën të mendojmë se si ankohemi e qahemi për gjëra koti, për gjëra vërtet shumë të vogla. Po e mendoja mbrëm këtë, më thënë të drejtën. Pra një vlerë e shtuar në shtëpinë, kështu që mezi presin ta shohim në vim. Çdo person që hyn në shtëpinë e Big Brotherit, çdo person që mund ta bashkojë në këtë tryezën tuaj të rumbullakët, është interesant. Çdo njeri është interesant nëse ti dita shohësh, ta zhbiri losh kur i thon dhe të përpiqesh të gjesh më të mirën tek secili që ka rreth e qarë. Patjetër që njerëzit janë interesantë, edhe kur janë të këqij janë interesantë. Historia. Do të pyesja se kur ti nominon dikë, vë sigurisht në vështirësi të nominuarin që tani duhet përballet me votat e publikut e tjerë, po kjo tregon diçka edhe rreth teje. Fakti pse unë nominova Heidin, për shembull, mund të interpretohet. Pse Lorna mendon zgjodhi Selin për ta nominuar një vajzë që nominon një vajzë? Kishte edhe të tjerë që mund nominonte atje. Po e para njerëz Selin është ndoshta vajza më simpatike. Aty jo se Lorna është e keqe, por është si konkurrencë po thua. Patjetër, mendoj që në këtë rast ata Heidi mund ta konfirmoj ose jo këtë gjë, por ka përshtypjen që ti synon se shiko, nominimi varet si e sheh. Ti nominon dikë për ta ndihmuar, pra dikë të fjetur që ta zgjosh, sepse do përpiqet që të zhvilloj më tej dinamikat e tij në mënyrë që të mbijetojë, si thua, dhe të mos eliminohet, ose përpiqesh të nxjerrësh në nominim për të eliminuar konkurrentin tënd. Në këtë rast mendoj se është kjo e dyta, kështu e shoh unë. Pra e shikon disi si kërcënim, po themi, dhe do donte ta ishte qafe që. Po, eksakt. Jo, unë nuk i besoj nominimeve për të zgjuar. Ka qenë gjithmonë një justifikim i dobët për mua. Po, për të zgjuar do të vënë në rrezik për më tepër me veten, domethënë unë ti isha vetë do të thotë edhe ndoshta edhe nëse e ndjej që jam konkurrent i fortë, po të heq praktikisht. Po pse mendon se Lorna zgjodhi Selin? Unë realisht mendoj që aty krijohen e vërtetë është edhe kjo pjesa e Cmirës, ndoshta. E vërtetë është që
edhe donte deri diku të tregonte forcën te vetja vet Lorna, sepse ndodhi kjo gjë, ai që Kristi e nxorri në nominim një personazh të dobët. Edhe çfarë mendoi Lorna? Seno, ishte i dobët, e kupton, dhe një mekanizëm interesant Loje është që kur ti ke dikë që mund të dalë para teje për të bërë personazhin e fortë dhe sfidues, thua, "Okej, unë po sfidoj ty Selinën që ishte në atë moment, Selina e kapi Prime-in. Selina foli. Faktorizohet edhe vetë Lorna, po thua duke u faktorizua, është interesante kjo mekanizëm Loje. Gjithmonë unë mendoj që Lorna e ka inteligjencën për ta kuptuar këtë dhe e ka përdorur këtë. Patyshim që ajo e tregon Lorna duket që është bollëzuar, nuk është as pak e kapi, okay, e kam Senon në nominimet time. Më shpëtoi Kristi me fytyrën dhe fjalën e tij. Unë çfarë bëj? Tregohem sfiduese, tregohem lojtare dhe fus në lojë një person të fortë, Selina, një vajzë tjetër. Po, faktorizoj atë që është e faktorizuar, faktorizoj edhe veten. Kjo është mekanizmi, se Lorna është e kapshme. Faleminderit për këtë vëzhgim. Është mekanizmi nga brenda, se ne shihemi kështu nga jashtë, nuk e kuptojmë. Ke shumë jam në një karrige me ty në këtë rast. Ajo e ka bërë këtë lojë më shumë se sa një herë, kështu që komplimenta. Do s'ka 2 pa 3. Jo. O zot se na ka filluar duke na pyetur kështu për All Stars. Po, një All Stars. Shiko, ajo që e nisi dje natën, që më kuriozoi diçka, ishte vendosja e Mirit në një pozitë të vështirë. Duke u bë ai aludimi Mali që i thoshte a jeti burri martum etj. Si e pe këtë që Mirin po e vinin në atë, madje dikush tjetër kishte thënë edhe përpara, ai ka vajzën që shikon nga shtëpia si vjen zor që fjeti me Selin. Tani njerëzit për atë punë po të rrethojnë hapur dhe s'po i vjen zor aty që s'bëri dhe gjë. Po megjithatë deri tek ajo për këtë prekja e flokut, domethënë disa detaje që dhe produksioni i kishte theksuar, i vurin në pa. Mu duken pak të tepërta për 2 persona që sapo janë njohur. Nuk di nëse unë do t'i kisha rrotulluar gishtat e flokëve. Kam përshtypjen edhe unë s'do e kisha bërë këtë gjë. Pastaj që flen në një shtratë para se zgjodhen ata, e dyta s'ka në gjë të keqe se aty ka kamera dhe nuk s'ke pse aludon ti, domethënë, se dhe me batanien që janë banorët prap ti kupton gjëra, sidomos produksionit që si shpëton asgjë. Mendoj që gjithmonë gjehen gjëra nga më të ndryshme atje, sidomos në situata kur sapo ka filluar dhe s'ke me çmerresh tjetër. Për të bërë debat, për të thyer, për të lënduar, Jam dakord, për të ngacmuar, provokuar. Por mendoj, Hedi mund na japësh një opinion nëse ke, që pavarësisht se aksidentalisht Miri gjeti një aleate. Edhe Selin tek Miri gjithashtu. Tani ata deshën edhe për fajtet të tjerëve që i vunë nën projektor. Ata do ta mbajnë njëri tjetrin tani. Do ta mbajnë si lojtar, po them në lojë. Shikoj, dhe pëlqejnë, kanë një energji me njëri, nuk po them që dashurohen, ëh. Një çift, pra. Jo, patjetër se aty lojtarë janë një energji e mirë që tërheqin njëri tjetrin dhe kjo ndje mbrëm. Se unë mund ta kuptoj që tani Miri për sedrën e vet do ta mbrojë atë gocën. Ai e tha aty e kam si gocën time etj, por e ka aleate në lojë. Janë një dyshe në lojë. Kjo kuptuaj qartë, paktën deri në këtë moment se nuk i dihet asnjëherë, sidomos nga ato javët e fundit, nëse ata do shkojnë deri drejt fundit, thyen këto marrëdhëniet e ngushta. Megjithatë e theksuan pak më shumë se ç'duhet këtë pjesën edhe Selin që ka moshën e babait tim, është babai im, është ose atë mund ta kishte kursyer, se po mund ta e para një që dashuria nuk i po jo, por nuk një dashuria mosh, domethënë blendi shumë i prekur tek kjo pjesë. Jo, realisht. E shoh që ne kemi vdekur. Shiko, bëj kujdes se po the Blendi, ke thënë dhe Blendi se nëse ti nuk e di dhe shumë njerëz nuk e din, ne jemi rritur në një lagje dhe kemi qenë paralelën 8 vjeçar, kështu që kemi një moshë. Po. Jo, në 2025 nuk plaket në ri. Shiko, unë mendoj që është çështje energjie tek njeriu, nuk është çështje moshe. Se realisht unë dhe Blendi mund të jemi për shembull, mund të kemi moshën e babait tënd, po energjia që përçoj në mënyrë se nuk e mendoj, jeni shumë të ri dhe. Jo, sigurisht, është mosha është thjesht një numër. Absolutisht, jo, është vërtet. Ne jemi 46 vjeç, me gjëra. Unë sapo i mbush. Me gjëra fjala, po unë i mbusha në fillim në pranver, po themi, edhe vitin tjetër do bëjmë 47, por ndihemi 17 dhe kjo ka rëndësi. Që ndonjëherë na bën qesharak kjo pjesa, po s'ka problem. Rëndësi ka të ndihesh dhe të reflektosh rini. Kështu që
Jemi futur në këtë lojë tash. Deshëm, Big Brotheri na mori me vete edhe për një sezon tjetër dhe I presim drejt të shtunës tani. Po, shiko, Big Brotheri është ajo pjesa e bukur e jetës sonde realisht. Edhe në fakt po I thosha dikur Ledionit përpara sa të merrte prezantimin. Në një takim që patëm, I thash, "Ore, kaq në Terezie kanë këta njerëz që rrin nga mëngjesin dark, shohin Big Brotherin, komentojnë Big Brotherin." Se shoh persona që janë shumë pasionante edhe në komente. Patjetër. Kanë shumë pasion, po. Kaq në Terezie kanë, thash, se kanë, tha mua prandaj, shohin të kishte të drejtë. Duhet të ishte ai lloj këtë vështrimi që se kisha menduar ndonjëherë. Se tash njeriu duhet të ketë gjithë në Terezi që të rritër ditën para digital, bit 24 orë. Në fakt s'kam asgjë në Terezi. Prandaj është një arrati, pra, është një kemi në Terezi, na I gëzon jetën Big Brotherit. Unë s'pas kam Terezi asgjë. Kënaqem. Çketi. Do rregullohet. Do sistemohet, ka një mënyrë se si jeta funksionon. Dedi Strakosha, shumë faleminderit. Faleminderit ju, kënaqem. Kolegi dashur, do të them se dua ta përshëndes, më ndalon një gocë në një ditë në rrugë ishte bashkë me të bien. Ta morën shpirtin. Jo, edhe më thon Blendi. Se e di këto që je martuar te ti. Ja ka thon pra. Ajo ishte gocë, ishte mosha jon. Ishte gocë që ishte te Sabodin Gabrani, ka qenë një brez me ne. Edhe tani po mendonim thoshte po te cila ke qenë ti në klasë me mua, s'ke qenë thosha unë. Ke qenë me Blet Strakoshën? Jo, tha as me Blet. Atëherë ke qenë te B-ja. Unë kam qenë C-ja, ti ke qenë A-ja dhe ajo I binte që po tha te B-ja kam qenë tani u kujtova ta se me cilën. Kështu që kjo është pjesë shumë e bukur në fakt se ne kemi nisur karrierën herët dhe ka qenë më e lehtë për njerëzit që të na mbanin mend. Dërsa disa neve jo se duam po I harrojmë. Dhe shumë e bukur kur I gjehesh dhe ka një dashuri se kanë qenë kohë të tjera atëherë në kohën. Njerëzit ishin njerëz dhe kënaqeshin. Shumë faleminderit për kohën. Faleminderit shumë që jeni me ne sot. Gjithmonë I mirëpritur në këtë studio. Bledi Strakosha, zonja Zotrin, ne kthehemi mbas pak me të tjera në Wake Up.